Banorja e Big Brother VIP Kosova, Sasa duket se po kalon një moment të vështirë emocional brenda shtëpisë. Moment që e ka quar drejt mendimit për t'u larguar përfundimisht nga loja. Ndërsa ndodhe në një bisedë të qetë me dy bashkëbanorët e saj më të afërt, Ibron dhe Kushtrimin. Ajo ka rrëfyer se po ndjen një ngarkesë të madhe psikologjike dhe se mendimi për t'i dhënë fund qëndrimit të saj në këtë format televiziv po bëhet gjithnjë më i fortë. Sasa është shprehur hapur se dëshira e saj aktuale është të shkojë te vëllai i madh dhe t'i komunikoj personalisht vendimin e saj për t'u larguar, duke lënë të kuptohet se ka një gjendje që nuk dëshiron ta mbajë më brenda vetes. Gjatë bisedës, ajo ka përdorur një ton të vendosur, por edhe të mbushur me emocione, duke thënë qartë: "Dua ta lëlojen, dua të shkoj te vëllai i madh." Dhe kjo deklaratë ka krijuar një atmosferë të tensionuar mes të treve. Pasi vendimi i një banori për t'u tërhequr nga gara shpeshherë shoqërohet me pasoja emocionale si për vetë atë, ashtu edhe për banorët e tjerë që krijojnë lidhje gjatë qëndrimit. Ibro, i cili është njohur brenda shtëpisë si një prej zërave më të arsyeshëm në situata të vështira, ka reaguar menjëherë duke e këshilluar Sasan që të reflektojë më thellë para se të marrë një hap kaq të rëndësishëm. Ai ka kujtuar asaj se presioni i mjedisit të mbyllur dhe intensiteti i lojës shpesh mund të shtyjë banorët drejt vendimeve impulsive, dhe se ndoshta një natë gjumi apo pak kohë për vete mund ta ndihmojnë të shohë gjërat më qartë. Megjithatë, pavarësisht përpjekjes së Ibros për t'i ofruar mbështetje dhe qetësi, Sasa ka mbetur e lëkundur, mes dëshirës për të shkëputur nga gjithçka dhe pasigurisë nëse po vepron drejt. Situata e saj ka nxjerrë në pah edhe presionet emocionale që banorët përjetojnë në një reality show ku çdo moment, biseda apo reagim është në vëzhgim të vazhdueshëm. Sasa duket se është duke luftuar me vetveten, me ndjenjën e përgjegjësisë ndaj lojës dhe njëkohësisht me dëshirën për qetësi dhe largim nga tensioni i vazhdueshëm. Ende mbetet për t'u parë nëse ajo do ta konkretizojë vendimin që po e shqetëson, apo nëse këshillat dhe mbështetja e banorëve të tjerë do ta bëjnë të rimendojë edhe një herë situatën para se të marrë një hap përfundimtar. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.